Edhe pse ligji për kontrollin e dohanit në Kosovë parashet gjoba deri në 3.000 euro për shkelësit, pirja e dohanit në ambiente të mbyllura vazhdon të jetë praktike e përditshme në shumicën e lokaleve të gastronomisë. Ky realitet dëshmon se problemi nuk qëndron te mungesa e ligjit, por te mungesa e zbatimit të tij. Në kafene, restorante e bare anë mban vendet, dohani konsumohet hapur, shpesh pas një shenjë paralajmëruese apo ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse. Të rralla janë ato lokale ku ndalimi i pirjes së dohanit respektohet realisht, ndërsa qytetarët jo doamperës vazhdojnë të ekspozohen ndaj rreziqeve serioze për shëndetin. Ligji është në fuqi që nga viti 2013 dhe ndalon në mënyrë të qartë pirjen e dohanit në të gjitha ambientet të mbyllura publike, duke konsideruar atë të dëmshme dhe të ndëshkueshme. Megjithatë, mbi një dekadë më vonë zbatimi i tij mbetet i dobët dhe selektiv. Një nga arsyet kryesore për këtë situatë është mungesa mbikëqyrjes së vazhdueshme dhe efikase nga inspektoratet përkatëse. Për vite me radhë, numri i inspektorëve sanitar ka qenë i pamjaftueshëm për të mbuluar gjithë territorin e Kosovës. Sipas të dhënave të mëhershme, vetëm 12 inspektorë ishin përgjegjës për kontrollin sanitar dhe sigurinë ushqimore, përfshirë edhe zbatimin e ligjit për dohanin, një shifër alarmante për një problem kaq të përhapur. Më vonë, rreth 57 inspektorë sanitar të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë janë transferuar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe tani veprojnë në kuadër të inspektoratit sanitar. Ndër detyrat kryesore të tyre është kontrolli i respektimit të ligjit për kontrollin e dohanit. Së fundmi, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar për rekrutimin e rreth 30 inspektorëve të rinj dhe ka paralajmëruar angazhimin e rreth 100 inspektorëve shtesë në të ardhmen. Megjithatë, pavarësisht këtyre zotimeve dhe rritjes graduale të kapaciteteve, situata në terren nuk reflekton një ndryshim të dukshëm. Shkeljet vazhdojnë të jenë masive që kanë ngre dyshime serioze mbi efikasitetin e inspektimeve, frekuencën e tyre dhe seriozitetin e ndëshkimeve. Sipas ligjit për kontrollin e dohanit, individët që kapën duke pirë dohan në ambiente të mbyllura gjobiten rreth 50 euro, pronorët apo menaxherët e lokaleve rreth 500 euro, ndërsa bizneset që lejojnë pirjen e dohanit mund të dënohen me gjoba deri në 3.000 euro. Por në praktikë këto sanksione rrallëherë aplikohen në mënyrë të vazhdueshme, duke kthyer ligjin në një formalitet më shumë se sa një mekanizëm real të mbrojtjes së shëndetit publik. Kur institucionet mbyllin syt, shkelja e ligjit bëhet normë. Derisa inspektorati nuk është i pranishëm në terren në mënyrë të rregullë dhe të paanshme, qytetarët vazhdojnë të paguajnë çmimin, jo me gjoba, por me shëndetin e tyre. Së fundmi, lufta kundër pirjes së dohanit në ambiente të mbyllura nuk është vetëm çështje ligji, por vullneti institucional për ta zbatuar atë. Pa përgjegjësi, transparencë dhe ndëshkim real, ligji mbetet vetëm në letër. Ndërsa tymi i dohanit vazhdon të mbush hapësirat publike të Kosovës.